Përshëndetje, më falenderojmë që keni ardhur për sot në këtë aktivitet. Në fakt, aktivitetin e moderoj kërkuese Emita Kashi, sa për të bërë një hyrje dhe sa për të ftuar pianisten Ardita Bufaj, e cila do të interpretojë, do ta fillojë në fakt aktivitet me një interpretim, një fragment nga Njeriu i Mirë, kompozuar nga Hexaria dhe në orkestrimin e Claudio Giacoput. Së bashku me mua në panel ndodhen përveç Irinit, që është autore e librit, edhe profesore asociuar Merita Sallbruci, e cila ka qenë konsulente shkencore e këtij punimi, si dhe recensentja e librit, autore e Mirnjohë Pashalaka. Me Irinin jemi takuar për herë të parë, para 5 vjetësh, në mos gaboj, në arkiv. Mund t'i pini në përfundim të këtij eventi, te Tryeza, pak më poshtë, për bërë një kontribut të vyer në kuadrin e botimeve me karakter enciklopedik mbi historinë e kinematografisë shqiptare. Ky libër vjen në vazhdim e volumeve të mëhershme me karakter bibliografik enciklopedik nga autorë si Abbas Rado dhe Natasha Lako, që si thash fatmirësisht e kemi sot mes nesh, që do të thotë disa fjalë pak minuta më vonë. Libri i Irinit vjen gjithashtu në një moment mjaft të mirë për Qendrën e Studimit të Arteve. Në fund të muajit janar, po në këtë sallë, ne kemi prezantuar projektin e vjetarit artistik shqiptar. I pari në llojin e tij dhe që synon të ofrojë një pasqyrë të jetës artistiko-kulturore në vendin tonë përgjatë historisë së tij. Nuk kam dyshim se kjo enciklopedi e re e filmit shqiptar do të jetë një burim i vyer për ne teksa finalizojmë ose më mirë vazhdojmë punën mbi këtë projekt të rëndësishëm. Unë nuk do të flas gjatë, do t'ja lë vendin zonjave që kam program, po shkurtimisht për të shkruar pak si do eci, si do zhvillohet ky event. Si fillim do të jap fjalën Irinit, e cila do të na flasë shkurtimisht mbi konceptimin dhe strukturimin e librit,
si dhe sfidat me cilat ajo. Pari duhet përshëndes të gjithë të ardhurit sot këtu, që nga Kineas do të përfshi aty skenarist, regjisor, operator, montazhier, punonjës të arkivit shtetëror të filmit, ish ministra, ish deputet dhe shumë miq dhe shokë që na kanë ardhur edhe nga Përtejbeti Marioni, si për shembull Sajmiri, për pjesëmarrjen tuaj në këtë promovim të enciklopedisë së filmit shqiptar, një vepër e cila ka zgjatur afërsisht 10 vjet për të finalizuar më së fundi sot në pranin tuaj dhe unë jam shumë e lumtur pra që jeni edhe një herë këtu pa e përsërisë. Së pari, dua të falenderoj bashkëpunëtorët e mi sepse një vepër e tillë nuk mund të bëhet vetëm, pavarësisht se unë jam domethënë ajo që kam drejtuar, e kam shkruar, por pa bashkëpunimin e punonjësve të arkivit shtetëror të filmit, si redaktore e fundit filmik Eleona Vyshka, apo ish drejtorët e arkivit të filmit që nga Abaz Roqa që kemi sot këtu, Elvira Diamanti, Iris Elezi, Marinela Andria, po dhe punonjësit e tjera që punojnë në arkivin shtetëror të filmit, të cilat më kanë ndihmuar me përkushtim për çfarë unë kam kërkuar. Pavarësisht se unë kam qenë aty vetë punonjëse dhe kam parë vetë në afër gjëra, por kishte edhe gjëra të tjera, sidomos kartela teknike, të cilat administrohen nga të tjerë domethënë punonjës. Pas një punë disa vjeçare në ushtrimin e profesionit të dashur të mësuesit dhe redaktore stenografe pranë kabinetit presidentit të Republikës dhe këshillit të lartë drejtësisë, kisha dëshirë shumë domethënë që të punoja si aktiviste në arkivin kinor shtetëror të filmit. Nuk dua të vlerësoj veten time, por të gjithë e dinë që sekretaria arkiva Kinostudios, Alba Film Studios dhe arkivit kinor shtetëror të filmit nuk ishin sistemuara, as biblioteka dhe fototeka, kështu që mundesh të bëj një punë paraprëgatitore po quaj, për e cila do të ishte bazat e para për realizimin e kësaj enciklopedie. Si fillim shkruajta një film në gazetë në vitin 2012, kur festoi 65 vjetori i krijimit të ndërmarrjes kinematografike shqiptare dhe për të pasojë edhe të arkivi filmit që u votuan në vitin 1912. Ajo do të ishte dhe si thua rrugë e themelit për enciklopedin që vinte dhe rritej brenda meje duke trajtuar si fillim filmat artistik. Dua të them këtu që filmi artistik është trajtuar edhe nga vetë direktori i arkivit ish arkivit filmit Zotja Bazoqa, por unë mendoja se kishte disa mangësi, sidomos në mungesën e disa filmave dhe pastaj sigurisht që mbas asaj enciklopedie janë realizuar filma të tjerë që mendoj se domethënë kishin ata të drejtën të përfshiheshin në një enciklopedi të filmit shqiptar. Mendova që këto filmat dua të theksoj që së pari kam trajtuar filmin artistik. Dhe jam përpjekur që të fut aty dhe elemente të tjera të cilët nuk ishin trajtuar, si për shembull kodin e referencës. Kështu unë e mendoja që kodi i referencës së filmit do të ishte tepër i rëndësishëm sepse në bazë të këtij kodi filmi merrte një vlerë më të madhe, është tamam si karta e identitetit që ne kemi kod reference, kodin e identitetit, dhe së dyti ai do të lidhej pastaj edhe me filmat e tjerë, të cilat do të kishin lidhje pasgjithshmërisht me filmat e tjerë, të cilat unë do t'i trajtoj edhe më poshtë shumë shkurt. Pastaj pasi mbarova filmat artistik, të cilat janë në 2 kapituj, filmat në 35 mm, por edhe filmat digital, metrazh shkurtër, fillova të bëja filmat vizatimor sepse nuk ishin asnjë, domethënë botim për filmin e animuar, që e them edhe filmin vizatimor dhe filmi animuar, dhe ajo më jepte shumë kënaqësi. Dhe po ju them një çudi që sa herë që lodhesha, i rikthesha gjithmonë filmave të animuar, sepse ato janë bazuar në legjenda, shprehje popullore dhe më jepin shumë kënaqësi në përmbajtjet e tyre. Dhe sikur shplodhesha duke lexuar ato dhe i falenderoj shumë të gjithë ata që kanë punuar në filmin e animuar dhe që të gjithë e kanë emrin këtu. Pastaj kalova tek filmat
dokumentar dhe filmat kronikar. Mirë, por nuk ishte e mjaftueshme kjo. Her pas edhe shikoja që duhet patjetër të parakrihej nga një histori, sepse këto filma ishin krijuar nga si thua nga producentë të ndryshëm, nga Kino Studio, Alba Film Studio, qendra kombëtare kinematografike, por filmat ishin krijuar edhe më herët, kështu që vendosa të shkoj në Arkivin Qendror Shtetëror, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, dhe të studioj aty për një vit, rreth 2000 ca dosje, të cilat do të më vlenin për pjesën historike, e cila është 160 flet dhe është e bazuar e gjitha në dokumente arkivore dhe jo në interpretimin tim. Të gjitha janë me footnotes dhe mund të vazhdoj domethënë studimi mbi një temë të caktuar, nëse do të ketë më mbrapa qoftë studiues, qoftë mësues, qoftë ardashës, për të studiuar më tej rreth dokumentave të cilat unë kam domethënë në pafundësi. Kanë secili film kanë bibliografi të pasur me procedurët e mbledhjeve të Këshillit Statistik, me gazetat që flasin për të, por edhe me të dhëna nga Arkivi Qendror Shtetëror, që është pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Filmi është trajtuar domethënë si një vepër e madhe brenda kësaj vepre, duke në fillim vendosa që të vendosja se si do ta trajtoja një film. Dhe sigurisht ajo do të ishte me kodin e referencës, me minuta, metra, me kolor, pastaj do të ishte producenti i viti, pastaj gjithë grupi realizues që nga skenarist deri te grimjori dhe te ndriçuesi. Kam respekt të madh për të gjithë prapavijën dhe dua të them që në këtë enciklopedi gjejmë veten të gjithë ata që kanë kontribuar për filmin shqiptar, qoftë punonjës Kino Studios, qoftë punonjës të Radio Televizionit Shqiptar. Dhe edhe domethënë student të Akademisë Arteve, Fakulteti i Artës Skenik dhe të Akademisë Marulli. Si përgjithësi sallës së leximit dhe fototekste të bibliotekës në kontakte të vazhdueshme me studiues të ndryshëm që vinin për studiuar në sallë, gjenesha shpeshherë në vështirësi, kur nuk u plotësoja dot kërkesat e tyre të shumta që kishin lidhje me filmat kronikar, dokumentar, artistik dhe të animuar, si kur ata kërkonin kur ishte për premiera, në çfarë festivale ka marrë pjesë filmi, çfarë dokumentacion shoqërues kemi, si dhe dokumenta tjera që kishin lidhje me bazën ligjore. Këtu po e theksoj bazën ligjore kur ishin krijuar institucionet. Dhe për këtë unë kam studiuar shumë dosje në arkivin në mënyrë që të gjitha institucionet të ishin me vendim të Këshillit të Ministrave se kur ishin krijuar. Dhe po ju them edhe një çudi të madhe që isha akoma duke studiuar dhe 2000 ca dosje rreth një viti, kur vjen një nga punonjësit e sallës së leximit dhe më thotë Irini, sa do vazhdosh akoma të studiosh këtu? I thash, do të vazhdoj të studioj derisa të gjej vendimin e Këshillit të Ministrave për krijimin e Kino Studios Shqipëria e Re. Më tha mua, po, sikur kemi atë 10 kurrikulum, okej, tash 10 kurrikulum është bërë inaugurimi. Dhe dua të them që Kino Studio është krijuar për 355 ditë, pra asnjë vit, sepse kemi të dhëna nga gazetat e shumta që tregojnë kur është domethënë kur filloi inaugurimi, fillimi të punimeve, kur mbaroi e të dhëna të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe ju do t'i lexoni këtu dhe shpresoj që t'ju kënaqen. Kështu, pasi kalova një dosje tjetër, më doli dosja e radhës dhe për çudimin tim doli vendimi i Këshillit të Ministrave në 2 gusht të 1953 për krijimin e Kino Studios Shqipëria e Re. Atëherë e mbylla me aq në Arkivin Qendror Shtetëror, tash mjafton me kaq dhe fillova përpunimin e tyre, sepse ato, domethënë dokumenta dilin të përzjera dhe ti pastaj duheshe t'i fusje në kategori të ndryshme, ashtu siç e kisha krijuar unë pas hyrjes lëndore. Shpeshherë më është dashur dhe të ndryshoj pas hyrjes lëndore në varësi të dokumenteve që gjeja. Studimi 32 procedurave të mbledhjeve të cilat kanë afërsisht 500 flet secili, ka qenë shumë i rëndësishëm për mua, sepse aty trajtova në filmat artistik për herë të parë titujt e filmave të punës. Për shembull, nëse unë do t'u thoja Aratisja, ka qenë një skenari kujt filmi, a mund ta gjeni? Është një skenari i parë, mund ta quaj titull pune, i filmit Lutje Ndimure, bazuar në veprën në novelën e Petra Qafsezit, Punjakët. Apo Midis dy dashurive,
edhe albumi përmban këtë titull. Kështu që ishte domosdoshme në mënyrë që të bëje lidhjen që albumi edhe sot, për shembull, është midis dy dashurive. Mirë, po ka qenë titulli i parë i filmit Njeriu i mirë. Kemi titull pune shumë të bukur, dhe gjatë lecimit juve mund të vini edhe domethënë të zgjidhni nga këto titull i thoni, pse nuk vun këtë titull, po vun këtë titull. Këto procese verbale të mbledhjeve do të më ndihmojnë gjithashtu për të trajtuar kapitullin skenar të paralizuar, si ne kam darë në 6 kapitull dhe është tepër i rëndësishëm dhe do ta shikoni që ju do të kënaqeni. Mendoja në fillim fare të ideja një 10 skenar të paralizuar, por ata vajtën vetë 300 fare. Më pas do të kaloj në trajtimin e filmave artistik dhe dokumentar televiziv dhe për fatin tim aty gjeta një punojse shumë të devotshme, Suelën, të cilën e kemi këtu të pranishme, e cila më ndihmoi për të vendosur kodet e referencave të filmave televiziv artistik, që janë të shumë të rreth 213 filma artistik televiziv, edhe ato i kam trajtuar me shumë besnikëri dhe me shumë dashuri, dhe filma dokumentar. Theksoj këtu që filma dokumentar pastaj u pasuruan dhe nga bashkëpunimi me kineastët, të cilët i kishin realizuar ata vetë, shtoj këtu Esat Musulio, regjizorin, Ylli Pepon, Mevlan Shanën dhe shumë kineastë të tjerë të cilët me dashamirësinë e tyre më ndihmuan, më dhanë materiale të cilat unë i rendita sipas viteve. Po shtoj këtu shpejt e shpejt që çdo film është trajtuar kronologjikisht. Vështirësi të mëdha kam patur në përzierjen e formatit, të cilin mendoj që tani ka arritur në një format shumë të mirë, por edhe si do të realizojë Tregusi Emëror. A mund të ishte për shembull mbi emrin një personi si, domethënë, kur themeli për të ndërtuar një Tregus Emëror, mendoj se jo, atëherë vendosa që Tregusi Emëror të ndajë nëpër institucione, domethënë do të trajtoja në fillim fare punonësit e Kinostudios Shqipëria e Re, dhe do ta shikoni vetë se sa punojnë ska dhe se cili prej tyre filmat që ka bërë, pastaj të punonësit mbrapa, mbasi pushoi së qeni Studio Alba Film që ishte vazhduese e Kinostudios dhe hyn tani kineastë të tjerë, skenaristë të tjerë, montazhier, grimorë të tjerë dhe ata kanë Tregusin e tyre emëror. Pastaj kalova tek Tregusi Emëror i studentëve të Akademisë Marubi, që falenderoj këtu zotin Kujtim Çashku që më lejoi të studioj filmat e studentëve, pasi unë quaja të domosdoshme që ata ta kishin filmin e tyre të parë diplom, sepse neve kërkonim, unë kërkoja me ngunë cilat ishin filma diplom për shembull të Viktor Gjitës, të Dimitra Anagnostit, të Kujtim Çashkut, të Hysén Akanit, dhe pse të mos kemi një libër ku kineastët tanë të cilët janë rritur profesionalisht kanë edhe filmat e tyre diplom dhe kështu një tregues të rëndësishëm plazën edhe për studentët e Akademisë Marubi dhe të Universitetit të Arteve. Falenderoj këtu Bora Yllin dhe Kujtim Çashkun, ndërsa në Akademinë e Arteve më kanë ndihmuar shumë Ilir Qenmeti që ka qenë dhe nxënësi im, të cilin i falenderoj pa mas por në pamundësi për shkak të një shëndeti të një operacioni nga nuk mundi të vite. Trajtimi i filmave të studentëve të Universitetit të Arteve të Akademisë Marubi pra ishte shumë i vështirë, sepse ajo u bazua vetëm në filma dhe jo në dokumente arkivore. Trajtimi skenarit paralizuar e thash, në enciklopedi kam trajtuar dhe festivalet e filmave dhe janë plot 13 filma për festivalet artistike dhe 5 për filma dokumentar. Dhe trajtimi i filmave të censuruar ka qenë tepër i vështirë sepse nuk ka patur shumë dokumenta të shkruara dhe unë jam përpjekur të gjej dhe në arkivin e shtetit, por edhe në arkiva gojore, të cilat i ka marrë për bazë vetëm ku ka qenë vetë regjizori apo domethënë i pranishëm në film. Vështirësitë kanë qenë të mëdha, përdorja e disa emrave nga aktorët apo dhe nga punonësit që kanë mbajtur dhe ndjemin e vajzërisë dhe ndjemin e burrit, e bënte pak të vështirë për të gjetur filmat për Tregusin Emëror fare. Dhe një vështirësi tjetër ka qenë edhe kur në bazë për shembull të një vepre janë krijuar disa filma, sigurisht
kodi i referencës do t'i lidhte këto filma me njëra tjetrën. Dhe po përmend këtu, për shembull, bazuar në Gjerardo Shisopteku, kemi një film dokumentar dhe 3 filma artistik, 2 shqiptar dëmtuar dhe 2 skenar të paralajmëruar. Kështu që unë desha që nëpërmjet kodeve të referencave, ato që janë dhe të tjera të cilat i vendosa unë për të identifikuar, të bëj lidhja e tyre me njëra tjetrën. Arita shumë në fund, për t'u lënë fjalën edhe konsulentes time shkencore, cila më ka ndihmuar hap pas hapi, dhe që ka qenë të shoqja ime edhe e shkollës, po edhe është punonëse akademisht së shkencave, zonjë Merita Sauku dhe më pastaja zonjë Natasha Lako, skenariste, redaktore dhe drejtoreshe e arkivit shtetëror të filmit, e cila e krijoi këtë institucion pas kalimit nga Kino Studio, ishte drejtoresha e parë e arkivit. Dhe falenderoj për reqencën shumë të ndjerë dhe profesionali që ka bërë. Ju falenderoj dhe njerë nga zemra të dashur kineast, Miki Zonja dhe Zotërin, që më nderuat me pjesëmarrje për promovimin e enciklopedisë shqiptare. Më falja dhe emocion. Enciklopedia e filmit shqiptar përfundoi dhe unë vendoja se ku të ta botoja librin. Dhe vendosa të shkoja në Durrës tek shtëpia botës. Një grup punonësish të shkëlqyer në krye Aurel Kaçullini, i cili është edhe drejtori i shtëpisë botuese, dhe së bashku me të birin e tij Gjafes Joseph Kuçullini. Disa përpunimi grafik është bërë nga Drini dhe Drini të lutem mund të lirisht në këngë, sepse jeni ju ai që keni shërbisur të vetë. Ka përgjera në përkushtim edhe 50 ditë me mua nga mëngjesi deri në darkë. Unë shkoja me 6 autobusa dhe ke ardhi, por ai rinte me orë të vërtë me mua duke punuar dhe them që ka bërë një punë të shkëlqyer, të ta shikoni se sa e thjeshtë është dhe se sa do me thënë me profesionalizëm është punuar. Faleminderit Irini. Vazhdojmë me Merita. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Puna të cilën do ta promovojmë sot është një nga ato punë që flet vetë dhe ai që e lexon. Së pari duhet të hesh, të meditoj dhe të kuptoj se çfarë përmase ka kjo punë dhe pastaj të gjej të gjithë përgjigjet e mundshme të pyetjes që ai ka. Unë jam shumë e lumtur që kjo vepër, që në fakt është një rrugtim në arkivat shkencore, në arkivat e Shqipërisë, është në fakt një punë jete e kolegës Irini Asqeri, kurse ne nga rinia jone hershme e njohim si Irena Bukani. Pa dritën e botimit në një format shumë elegant, të përgatitur mirë dhe të punuar me shumë kujdes për të qëndruar në krah nivelit përmbajtësor të vetes. Përvoja e punës me arkivat, njohjet e afërta me kinemat e filmat, pasioni, kujdesi, përgjegjësia dhe përgjegjshmëria për të trajtuar njësoj si thelbin ashtu dhe detajin, si punët e krijuesve të njohur ashtu edhe të studentëve, si dosjet arkivore ashtu dhe botimet e shtypit, i japin veprës gjerësi në përfshirje, thellësi në trajtim, besueshmëri faktike dhe një karakter shkencor të patëmet. E kam ndjekur veprën në gjenezë dhe kam parë se si janë rritur e zgjeruar argumentet dhe fushat e trajtuara, kapitujt e nën kapitujt, me dëshirën për të qenë gati shtëruse në pasqyrimin e fakteve dhe të dhënave. Zgjedhja e kastent dhe mirë menduar, duke ia lënë dokumentit të drejtën të rrëfej e të faktoj, e bërë të vepër të besueshme në referim dhe të shfrytzueshme që nga studiuesit e mirëfillt, punojësit e fushave të artit, kinematografik, e deri tek specialisti, punojësi më i thjesht e lexuesi kurioztar. Autoria në hyrjen e saj shpreh se në 2120 dosje të përzgjedhura gjatë një studimi njëvjeçar në Arkivin Qendror të Shtetit, do të ishin baza një studimi më të thelluar për 490 dosje, me 27 deri në 337 secila,
të cilat do ta ndihmonin me të dhëna interesante që ai ka trajtuar në pjesën historike, duke ruajtur dokumentin të papritur. Kapitulli 1, 2, 3, 4 është ndërtuar tërësisht i bazuar në pasqyrimin besnik të dokumentit arkivor me referencat përkatëse, janë 555 referime në fund të faqes, duke e ndrithur historikun e ngritjes së kinemave, me të dhëna dhe me shumë foto, deri në shtetësimin e tyre në prill të 47-s që solli veprimin e ndërmarrjes së parë kinematografike shqiptare. Nuk ka qenë vetëm një trajtim ose një studim në për arkiva, po dhe në shumë biblioteka të rretheve, Korçë, Vlorë, Gjirokastër, po edhe në bibliotekat kombëtare të Tiranës, të Shqipërisë, po edhe në bibliotekat e universiteteve. Qendror të shtetit do të bëjë për krijimin e treguesit e mbrojtur që është ndarë në 25 kategori dhe ka për bazë dhe veprimtarie dhe brenda saj një rrjedhë alfabetike. Treguesit e mbrojtur janë pjesa më e lodhshme, mendoj, janë punuar njësoj me të njëjtin pasion dhe durim, për të paraqitur kujdo kontributin që i takon të gjithë komponentëve nga krijuesit e shumtë, skenarist, redaktor, regjisor, aktor, redaktor muzike, piktor filmi, animator, piktor kostumesh, kinooperator, regjisor montazhi, montazhier, komponues muzike, operator zëri, punonjës të repartet të dekorave, piktor, grimjor, kostumier, rekvizitier, rrovaqepës e deri punonjës të administratës e punonjës mbështetës. To të lodhin të lezosh jo të punosh për to. Për shembull, do të veçoja në një sitje e treguesve emëror, maksimale ne ka treguesi emëror e aktorëve shqiptar janë 1809 persona për cilët bëhet fjalë, apo kinostudia Shqipëria e Re me 932 njësi. Por janë të tërë institucionet e përmendura në enciklopedi dhe të tilla. Ajo që mund të them në fund të kësaj fjale autores është se mundi i saj është të shpërblyer katërsipërisht. Kjo vepër do shërbejë një burim informacioni sibuk, jo vetëm për studiuesit e fushës, por besoj dhe për ata që do të marrin përsipër hartimet e fjalës të fushës së artit kinematografik, dhe këtë kam për qendrën e studimeve të artit, në projektin e enciklopedisë që drejtohet nga Akademia e Shkencave. Me këtë vepër e dashur Irini i ke dhuruar një monument të vyer historisë së Shqipërisë, pas të rrugën e mbarë Begra. Shumë faleminderit, studiuesës Merita Sougruci, për edhe fjalën ata. Është gjarë ku që akademi, si thua është qelë rrugën e kësaj enciklopedia ka shpërësishme. Sepse mendoj që Akademia e Shkencave dhe Artit shqiptare ka shumë bashkë. Shumë. Dhe jo që dyqën, as papritur, as bekasisht, një hema, dhe nasyri, që përballon ati që do të kishte për Akademia dhe për fusha shkencore për artin në Shqipëri. Pra, ka vetëm një hema që përballon këtë punë kaq të madhe, këtë përgjegjësi kaq të madhe. Dhe kjo më ka përgësuar që në fillim, kur e kam parë, kam thënë si ka mundësi të kesh këtë skrupulozitet, këtë disiplinë shkencore, këtë dashuri për artin, edhe si veçanërisht vetëm një herë në Asqeli Montarote dhe fakti është që e bëri Irena Asqeli. Unë nuk dua të zgjatën, sepse unë kam folur në parathënien që kam bërë, dhe dëshiroj të them që gjithë kjo punë ka futur në dokument, sepse dhe filmi është dokument, është paraqitur aq me ullësi sa ka ndërtuar të ngrejinën historike, shpirtërore, konstitucionit e shoqërisë shqiptare të ngjashëm për kinematografinë, të ngjashëm me qarkullimin e ujit. Rrjedh, avullon, Bërëtësi, kthejt prapë të gjitha këtu i kanë jeta e kinematografisë shqiptare. Nuk thëmë apaj në përshtypje shumë personalisht shifra,
sepse shifrat nga do njerë do në bëjnë që të lumëturojnë më shumë se sa për ndonjë nga kolosët më të mëdhenj të demokracisë shqiptare, të detyrojnë në mënyrë masovike të përmbajtër, sepse e në mënyrë objektive, si të thuash, në një fushë ku edhe një student që është arruar, po ka bërë një film, mund të vidi të thotë, unë kam qenë në barabart me filanin e filanin. Mirë pa ata që kanë vdekur, finansë shqiptarë, janë shumë së më gjerë, sepse presin nga përrit shqiptarë dhe ty që atje ku janë thonë mirë, shumë mirë që janë bashkë të tërë, sepse kinematografia shqiptarë nuk është e një person, është dhe për kolektive, është mund tjerë se tjere. Ta shtë unë pa e zgjatur shumë, po duhet flasë për anën emocionale të kësaj pune, sepse besoj se nuk të ishte kjo studiuse, që kemi sot për pare, parë në lidhje të ngushtë, që ka ajo në përmjet bashkëpunimit të saj me artin, pavarësisht se janë lidhur, pavarësisht se kanë punuar, po ndjehet sigurisht, sepse është një vokacion përbashkët. Edhe e them këtë, duke mbështetur nga të dhënat e Irenës. Kam lecuar jo bekasisht, sepse më kam bërë punë të mia për 10 vjetë në aktivin e filmit. Emrin Aristitit, që ka qenë pronari parë me koncesionerët e parë, sepse ishën pronarë të kinemave të parë, ka të dhe nuk delë kod, se me da një nuk I lidin gjëra, nuk delë kod e emri drejtorit Aristitit në bonë, sepse ka sa rritët çuditshme të brendshme, që se varen as nga politika, varen nga konstitucioni shpirtërori në popullit, dhe ne shumë merë, se këtu përshkoj shumë finansë që kanë edhe vazhdimësim krimtare në tyre ose familjare, dhe shumë merë, unë ndjej vrerin edhe në një mbletin, pikërisht do dasin atë që është me bukur, atë kontinuitet të brenda shpirtit kërës të në popullit. Dhe, për shembull, këta janë fëmijë regjizorësh, këta janë shumë lëmë, ka një kontinuitet, ka një shpirtit, da një tjetër. Dhe Irena, sepse ishte e lidhur, më pa them, dashuria e Irenës ka qenë, ndoshta që I lidhi, edhe për atin, ndoshta I lidhi, për është e të valur. Pra ka një brund të brendshëm që ka dhe njerë ne e malkojmë. Ne e malkojmë nga dhe njerë atë që është me bukur. Edhe nuk e di se që ndajnë. Dhe këtë, e them me plotgoj që kjo dashuri e madhe për kinematografin është e gjithëve, dhe kjo dashuri e madhe duket në gjithçka në këtë studim, por këtu pra duke të flasit të them këtë që nuk e keni të quar ose rësisht, që një këmbar e artë e dakëve, këmbar Florieri, u vojnë në ekspozit, në muze, në Evropë. Pse? E pare që mu të kemë bërë vetër mundët, fjellëve, por e dyta është që Balkani ka të shmi shumë të mëdha, shumë të thellat në kulture, të jashtëzakonshme, si që kemi dhe në shqiptarë. Dhe ne ka të njerë në kategorizën atje ku unë po them se si dhe që është të smere në politikë, po në kategorizojnë vetëm për të futur në emigrantë, sepse nuk në e dinë jetën, nuk në e dinë kulturën, nuk në e dinë kushjeni. Dhe ne pikërisht të them ata që jemi. Kemi kulturën tonë dhe mere me marë që 26, 27, se a i do në korrigjoj, frazët e pare për shfaqen e filmave, kishte vokacionin shqiptar për të në Evropë të ata. Ne për shfaqen filmat sepse ne jemi popull që përshërojnë Evropën. Këtë se kanë thënë sot në fjalime politike, e kanë thënë muzekën, por ne sa pa kishtë të privar shtetin. Pra është një vokacion I tërë dhe një thellësi më dhe kulturore. Dhe këtu të ata mbyll me një subjektive personale, për këtë vokacion ka që të madhë, dashurit madhë për kinematografin, që për mua është si një lloj
si të thuash, filmi për mua, mos betë dhe blasfemi, I sotëm, edhe në botë, për dhe shqiptarë, dhe se mund son periudën e ikonave, ikonos klasin, është një vetë për aqe madhe, botërore dhe dëshmi shqiptarë. Dhe për këtë do të them, isha në një familje, dhe po flisin për gjyshin tim. Aje ishte ruajtë si kopit në Berati, para se se përgjëme. Dhe më thamë ata, që si ti. Thamë, tha, e ti kur ka I kur gjyshitën, të vdekur në 53-shin, thamë, në Berat po qiroshe filmës të Berbero. Kujtime për gjyshin tim, lideshin që të është dekorat ditë. Atë ditë që po qiroshin, mbaj më mënd të rrugët, ku pa esnin ata kameramanën, mbaj më mënd Viktor Stratovërtën, që është dënuar dhe është asistent regjizor dhe e përmend sigurisht se në të merituar, pikërisht për kjo që të regon se sa thellë është këndashmëria e madhe për filmin shqiptar dhe kinematografin shqiptare, dhe prandaj do jetë sigurisht pikë referimi e madhe, por unë e përgëzoj në rast të parë për vullnetin e madh për dokumentacionin jashtë botës në kusht kinostudios, por ama që të regon të tërë të konjunktur të mbrojtjes ose goditjes, ose erdhës, ose të ardhmes për filmin shqiptar. Unë uroj për këtë punë që zvëndson, zvëndson është të punë e 30 vjetëve, kur kishin pas Irenës. Është punë e pafundme, e papërsëritshme. Irena, një sekondë do të rritet në Kemi 15 minuta kohë për komente, pyetje, përgjigje nga publiku. Si thash në fillim, kush dëshiron të vitë sot? Do të flas pak për bashkëpunimin për 3 mujor, por që kemi pas me autorët. Që vitën e parë që bëm takimin me zonin Irena dhe zonin Bojar, pashje isha përpara një vepre shumë të rëndësishme, jo vetëm të kinemagrafisë për shqiptare, por të gjithë enciklopedive që janë paraqitur sot. Kisha një përgjegjësi për të paraqitur vitin sa më mirë se Irena për na besonte punën 10 vjeçare të saj. Na bëri shumë të lehtë të bashkëpunim, pasi me këmbgulin e saj, ajo ka çdo ditë gjatë këtyre 3 muajve në shtëpinë tonë botosën e Durrës, ka punuar me gjithë në stafin tonë për 3 muaj rresht, nga mjesi deri se sa ne ishim punën rreth orës 4:45, dhe e pash që Irena kishte në kokë gjithçka, domethënë që ne duhet ta paraqitshim. E kemi pas ndihmë shumë të madhe në gjithë përpunimin e veprës së saj, domethënë, dhe jemi do përpjekur që t'ja respektojmë të gjitha, pasi Irena jo vetëm që do më tregoj vullnet, po ishte edhe shumë këmbgulse të kërkesat e saj. Shpresoj që ne t'ja kemi arrit që të paraqesim të vepër ashtu siç e ka dashur edhe Irena. Dhe nuk kam që të nditëm vetëm falënderime që më dha këtë mundësi. Kam shkruar 2-3 gjëra, thjesht për seriozitetin e cilin ka punuar autorja në botimin e kësaj enciklopedie. Botimi I kësaj enciklopedie është një ngjarje e shënuar për gjithë historinë dhe kulturën tonë. Deri sot tek ne nuk është botuar në këto përmasa një studim I tillë kaq I rëndësishëm dhe I veçantë për historinë e filmit shqiptar. Zakonisht, botimet e tilla kanë kërkuar dhe kërkojnë përfshirjen e një redaksie të tërë me njerëz, pasi ngarkesa është e madhe dhe e shpërndarë. Por ja që pas një pune të lodhshme e të mundimshme 10 vjeçare, studiuesja dhe historiania Irinia Sqeri na befason me botimin e enciklopedisë së filmit shqiptar 1904-2022,
Historia e Shqipërisë në syrin e kamerës. Një titull që të ndjedh dhe të përgatit të futesh në për labirintet e panjohura të historisë së filmit shqiptar. Është një libër unik në llojin e vet, me një informacion të ri, të jashtëzakonshëm, falë një pune të vështirë e këmbëngulëse, me plot sukses të autores Asjeri. Libri ka disa kapituj që nënvizojnë përmbajtjen e tij shumë interesante. Por unë do të ndalem në atë kapitull ku zonja Asjeri flet për fondin filmik të arkivit të radio-televizionit shqiptar me grupet dhe kodet e referencave, në të cilin futen filmat artistik televiziv shqiptar, filmat dokumentar televiziv shqiptar dhe filmat e animuar televiziv shqiptar. Unë si punonjës i televizionit dhe si unë shumë të tjerë punonjës, duhet i jemi mirënjohës dhe falenderues zonjës Asjeri për vullnetin e mirë dhe nxjerrjen në pa të punës së madhe krijuese që është bërë në televizionin shtetëror. Gjej një larmi të jashtëzakonshme titujsh dhe emrash, profesionesh që lidhen me filmin, e që vetëm për t'i numëruar të duhet shumë kohë. Kur njihesh dhe mëson për gjitha të informacion që serviret, kupton për punën aq të madhe, të palodhur dhe plot vështirësi të autores. Kush nuk e gjen veten në këtë enciklopedi? Gjithkush që është marrë me filmin artistik, me dokumentarin dhe filmin e animuar. Vetëm një studiuese dhe historiane si Irini Asjeri mund të na sjellë të qartë e të plot me vlera të pazëvendësueshme krijimtarinë filmike ndër vite. Ata që kanë punuar me filmin në televizion e shohin veten pjesëtar në këtë rrugtim artistik dhe historik. Ne ndjehemi krenar për këtë punë që kemi bërë. Deri më sot, gjumi i harresës po i bën të largëta dhe gati të mjaftuara filmat dhe ngjarjet. Por në këtë enciklopedi, sikur gjithçka rilim, dalin në pa vlerat e asaj pune të jashtëzakonshme. Asgjë nuk pas ka humbur dhe asgjë nuk qenë nga fshirë. Aty qenë kanë të gjithë titujt dhe emrat, njerëzit e gjatë të vdekur, që vinë e bëhen dritë dhe japin frymë një realiteti të dikurshëm. E gjithë kjo, për merit të punës frymëzuese, plot pasion të Irini Asjeri, e cila si një arkeologe e kujdesshme ndërton mozaikun e bukur të kësaj krijimtarie filmike. Njëhet me etapat në për të cilat ka ecur puna në televizionin shqiptar. Materiali bazohet në dokumenta arkivore, gazeta, kartela, skeda, foto, dosje filmi dhe filma origjinal. Gjithçka e menduar e studiuar shkencore. Për të arritur tek ky sukses i librit, është realizuar një komunikim i jashtëzakonshëm me një numër të madh bashkëpunëtorësh artistë që dëshmon seriozitetin dhe cilësinë e lartë të këtij libri. Sot do të ishte një nga pionerët e parë filmit animuar shqiptar, zoti Bujar Ramazziu, i cili është një nga pionerët e kësaj gjinie, i cili filloi së bashku me dy kolegë të tjerë, Tomi Vaso dhe Blaž Dorvaliu. Për të çuar këtë gjini, nëpërmjet punës tyre dhe leksioneve që ata kanë marrë, në këtë status film animuar sot. Për fat, kemi një eveniment të vitë, që është 50 vjetori i filmit animuar. Dhe thoya që kjo enciklopedi është një dhuratë e bukur për të gjinin. Sigurisht, do të prandoja në këtë rast punën dera veçare të zonës Irini për trajtimin e kinematografisë shqiptare, veçanërisht filmet animuar, pasi për fat keq filmi animuar në Shqipëri që nga vita e parë për shkruar dhe deri sot është trajtuar shumë pak. Për boston që pas viteve 90 ajo pothuajse abandonua parë. Nuk e di për çfarë arsye, filloi me mediat, dhe ndoshta me vetë spektatori i cili i mungoi kësaj gjinie, për faktin se kjo shfaqet më as në kinema, as në për televizionin. Pa do të thojë që me këtë vepër filmi animuar shqiptar pësoi një rilindje për sa përket informacionit që lexuesi dhe vetë studiuesi do të marrin të kjo enciklopedi. Do të thotë që kjo enciklopedi 160 pagina të saj në gjeni më të detajuar atë që ka ndodhur gjatë këtyre 50 viteve në filmin animuar shqiptar. Thashë njëherë, kjo është gjeni pothuajse pa njohur, ka shumë pak informacion,
ndërkohë që numërora 270 titull dhe janë miliona e miliona vizatime të cilat kanë bërë që televizit me qindra personazhe në ekranin e madh. Pra shikon kolosale, të gjitha këto njerëz që janë punuar në këtë gjini, është gjini datë në vështirë, duket argëtuese, duket e thjeshtë, por gjithë kërkon një punë të jashtëzakonshme nga të gjithë personat që kanë marrë pjesë. Ajo që shkruaj do të them që në këtë gjini ka pasur një mjaft të aktë dhe kulturës shqiptare, të bëhuar që nga scenaristët, që përmendja shumë pak emra, sepse janë dhe qindra autorë scenarës, nga Naum Klipti, nga Gjën Bushaka, dhe Kroa dhe tjerë, këto të përmendja kompozitorë të mëdhejtë të muzikës shqiptare që janë Qenë Zadeja, Mimos Dizari që nga filmin e parë, Robert Ladoja dhe shumë tjerë që kanë Gjallën dhe Feksi, që kanë marrë pjesë si pjesë e muzikës e filmit anime shqiptar. Dhe në vjetra, me qindra piktorë, të cilët kanë realizuar vizatimet, kanë realizuar në shkruar skenarë, për fat një kemi nga skenaristët të njohur dhe shumë vjetë të italianë shqiptar Zorin Vosova Musa, kemi Aramën, kemi Stavriponin e shumë tjerë, dhe vetë autorët që kanë shkruar skenarët e këtyre filmeve. Pra është një punë, është një masë të madhe autorës të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e kësaj gjenie. Dhe për këtë u do të përgëzoja pa masë punën e Zorit Sivili, është një punë kolosale, ku janë përshkruar në detaj të gjitha këto elemente të cilat unë do të përmenda. Pra, mënyrën se është punuar, mënyrën se është realizuar skenari, mënyrën se është konceptuar skenari, mënyrën se është konceptuar zgjatime. Pra, çdo gjë në atë profesion është bërë në mënyrë profesionale, pavarësisht nga mjetet të shkollës për këtë lloj gjenie. Nëse për të tjera ka shkolla të shkojnë nga 5 deri 6 vjet, në Shqipëri ka filluar në mënyrë autodidakte. Nëse ky autodidakt ka arritur këtu ku jemi, është fal punës profesionale, dëshirës, pasionit të vjetra piktorë, autorët, skenarë, kompozitorë, punonjësit të prapavijës, si operatorët të zërit, montazherët, piktorët e ekzekutues, aktorët, dhe në pak që për këto filma ka dërguar aktorët në punë që nga muja. Faleminderit, shumë faleminderit. E di që jemi... Nuk e kam parë dhe edhe si ku ta shikoj fatkeqësisht nuk e lexoj dot, por do të themi dy fjalë në veçantë për autorin. Në 53 vjet më parë, unë bëra një shkrim në zërin e popullit, do të na duhet shumë film arkivi. Ky u bë shkas që pas 18 vjetë të ngrit arkivi si një institucion. E kishe konceptuar këtë arkiv jo thjesht një magazin, ose një institucion shkencor për një burim frymëzuar për të njohur me historinë e gjatë të kombërit nga shkrimtar, redaktor, gazetar, profesa e tjerë me radhë. Krijova dhe një bibliotekë shkencore të ashtu quajtur dhe e ngarkova një person që ta drejtonte këtë bibliotekë shkencore. Fatkeqësisht kështu në lafologi ishte filozof, por 17 vjet në atë sektor nuk bëri asnjë punë për i dhatë gjitha revistat për tokë dhe Irena i gjeti të shkruara për tokë të pasistemuara, qoftë revistat e huaja apo libri shqiptar e tjera me radhë. U desh të vinte Irena, një grua e pasionuar, një grua me vizion, një grua me pasion në fushën e saj, që të vinte rregull. Dhe ajo bibliotekë sot, pavarësisht se është një bibliotekë e vogël, se aq ishin mundësitë atëherë, është kthyer një bibliotekë shkencore, ashtu sikurse Irena me dijenitë e saj influencoi dhe në një krijimin të një aparati shkencor të arkivit modern. Për këtë dhe pasionin e saj, unë e uroj suksese dhe të ketë filtaritet, sepse ajo nuk i ka mbaruar pasionet e saj pavarësisht se ka dashur pension. Urime Irena. Në të provurim të librit tuaj, ju përgëzoj pafund për këtë punë 10 vjeçare dhe një kontribut shumë i vyer në dokumentimin e filmit shqiptar. Kam zgjedhur sot një pjesë nga albumi im pianistik, një nga meloditë më të bukura të kolonave zanore të mishtit të madh të filmit Kujtim Lano. Për ju, Lurkuqe Mbimure. Ju uroj shumë sukses në muzikë.
stenda këtu, dhe gjithashtu është organizuar një koktejl 5 stenda në Obor, mund të vazhdoni biseda. Ja mbajta fjalën. Që dhe nga Flora. Shumë të uroj suksese. Ishte event për më. Irena, të t'japim dorën? Do që ndroj pak të shumë. O. Shumërime. Unë shumë mirë që më tani, shumë madhe shtomore. Ciupa przez mnie, ciupa. Profesor. Ja do një foto se Ariana e kanë. Ja, dua. Kalo kështu. Ishte super. Në Akademinë e Shkencave promovohet një vepër e llojit akademik, një vepër enciklopedike që mbart në vetvete një punë të shumtë, një qëmtim të hollësishëm, një punë studiusi, punë historiani, një vepër, një enciklopedi që është për kinematografin ton nga viti 1902 dhe deri në 2022. Këto janë veprat enciklopedike janë shumë të vështira, janë vepra që në botë i përgatisin akademik me stafet përkatëse, po këtë vepër akademike e përgatiti studiusja e palodhur Irini Asqeriu, Irini, e cila në rinin e vetë ka qenë dhe pedagoge në qytetin e Vlorës, arsimtare në qytetin e Vlorës, shumë e nderuar, shumë e vlerësuar, punojnëse dhe eksperte në arkivin shtetëror të filmit, e cila konkretizoi një punë 15 vjeçare të saj, punë shkencore në radhë të parë, punë enciklopedike, një vepër e cila i reziston kohës dhe një vepër e cila është
e dobishme për të gjithë ardashësit e shumët, është për studiusit, është për kritikët, është për ata që janë marrë dhe kanë prodhuar vepra të shumta kinematografike dhe të llojeve të ndryshme, për gjithë industrinë e filmit në Shqipëri, por edhe për studentët, studiusit e rinj, gjën një bazë shumë të fortë në veprat e ardhshme që do ndërtojnë. Është një vepër dhe autoria, siç e shprehën dhe studiusit e njohur këtu dhe kritikët, do të meritoj dhe meriton respektin e të gjithëve për këtë punë kolosale, e cila u promovua në një veprimtari shumë elitare. Suksese studiuses Irena Asqeri.